ta thash që un kam 30 vjet që bëj këtë lloj zanati, më tepër se 30, që dal në radio, dal në televizion dhe dal si Keldemi. Po patjetër. Por halli i madh është që ne që dalim nuk i tregojmë shumë gjëra që po tregojmë sot. Dhe ajo figura që është krijuar në televizion ose në radio, nganjëherë është shumë figurë që nuk ekziston. Domethënë sepse as Ardit Gjebrea nuk është ai që shohim ne në televizor, as Renisi, as Eugend, nuk kemi këta që dalim në televizor. Pra në një farë mënyrë ne kemi krijuar një lloj personazhi i cili është arren nga fillimi në fund, por në mënyrë paradoksale ka emrin tat. Tani, kur ti bën letërsi, ose kur bën art, kur bën këngë, ti ke nevojë që edhe ata të cilët kanë natë të vinë mbas teje. Kështu që unë duhet ta tradhtoja personazhin e rrejshëm që kishte emrin tim, që në vitet 90 vdisja për këtë personazhin ta krijoja, ndërsa tani se duroj ta të bëj. I kemi gjithë pak a shumë. E kam dhënë gjithë. Mu desh më çef mbas një pseudonimi. Domethënë unë në mënyrë që thosh sa gjëra që Keli nuk i thotë dot. Jo, më tepër është njeriu kur bën letërsi, po me siguri dhe ju kur bëni muzikë, jeni shumë sinqert. Domethënë ti mund të rresh gjithë botën, vetëm tatë se arren dot. Domethënë nëpërmjet artit tatë është e pamundur që ti të gënjesh. Nuk mund të shkruash dot me dy fytyra. Domethënë dhe doja patjetër që ta rezervoja këtë lloj të vërtetë me aq pak lexues sa kemi, se nuk është se po thyen libraritë për të lexuar mua, por me aq pak lexues sa kemi, unë doja që të isha unë. Pra mos ishte ky Keldemi që është personazhi televiziv.